Unë kjo ditë na rikthen në njëra histori të grave të burrave, të cilët kanë projektuar këtë krim gjatë periudhës së luftës dhe sot vazhdojnë luftimin e tyre të shërimit, drejtësisë, por edhe të lojës ligjore. E kemi emëruar këtë ekspozit sy në sy, sepse kërkojmë shpesh herë që kur dojmë të kërkojmë dyqinja të vërtetën i bëjmë më shumë në sy. Pra, përmes syve të këtyre vezave të syrit të kësaj ekspozite, na arrim të tregojmë dhimbjen që e shohim të të mbijetuarit e dhunës seksuale. Arrim të shohim edhe forcën, frikën, por edhe guximin. Përmes skanimit të iriseve dhe rrëfimeve personale që mund të shihni aty poshtë iriseve, kjo ekspozitë sjell paranesh historinë njerëzore që për shumë vite kanë mbetur të fshehura në heshtje. Çdo sy që shihni këtu bart një histori në vete. Një histori mbjetese, një histori dhimbje, një histori force, por një histori qëndrese. Në këtë ekspozitë do të shohim edhe portretet e grave të burrave që patën guximin e jashtëzakonshëm për të dalë publikisht dhe për të atyër heshtjen, dhe këtu e dua përfitje për Vaskin, për Danin dhe për Shëritin. Ata nuk folën për veten e tyre, ata u bën zëri i mira zërave të tjerë që ende nuk e kanë gatishmërinë të flasin apo të kërkojnë drejtësi. Por sonte nuk i shohim vetëm sytë të mbijetuarve. Shohim edhe sytë e familjarëve tyre. Shohim motrën e Vasfis Barije në portretin e parë. Pastaj shohim Venesën, vajzën e Shëritit në portretin e dytë, por e shohim edhe Flutra, vajzën e Ramadanit po ashtu. Pra, në këtë ekspozit, duke sjell sytë e familjarëve, duam të përçojmë mesazhin që mira familje për vite me radhë kanë bashkëjetuar me traumën e të mbijetuarve. Kanë ndarë lot, heshtje, dhimbje, por e kanë mbajtur edhe peshën e stigmës bashkërisht me të mbijetuar. Këto rrëfime nuk flasin vetëm për periudhën e vështirë atë të luftës. Flasin edhe për vitet pasaj që për shumë të mbijetuar të dhunës seksuale në Kosovë, pikërisht vitet e pas luftës kanë qenë po ashtu të vështira, sepse dhimbjes i ushtua heshtja, mosbesimi, gjykimi dhe po ashtu frika për treguar. Këtu duhet folur edhe për stigmën. Për shumë të mbijetuara dhe të mbijetuar, stigma ka qenë pjesë e rëndë e viteve të pas luftës. Ajo ka jetuar në turpin që është vënë padrejtësisht mbi super. Një shoqëri që do drejtësi për personat e dënuar gjatë luftës, duhet së pari t'i mësoj, t'i shoh me respekt dhe mirënjohje për forcën me cilën kanë vazhduar jetën. Si ushtruese detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës, dua të them se personat e dënuar seksualisht gjatë luftës janë pjesë e historisë sonë dhe përgjegjësisë sonë shtetërore. Ata nuk mund të mbeten në skaj të kujtesës, as të përmenden vetëm në ditë të caktuara. Republika u ka bërë njohje, kujdes, drejtësi dhe jetë me dinjitet. Siç e dini, zonja Vasfije Krasniqi Gudman dhe zonja Shëreti Tahiri Sulimani janë të dërguara të posaçme për çështjen e personave të mbijetuar të dhunës seksuale. Tashmë edhe kanë bërë njoftimin publik që në ambientet e kuvendit dhe presidencë përkatësisht, duke qenë që përfaqësoj dy pozita, por uroj që kjo të përfundoj sa më shpejt. Pra, ja është edhe një zyrë në institucionin e presidencës, pra zyra për mbështetjen e të mbijetuarve dhe të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës, ka si një hapësirë e sigurt për dëgjim, këshillim, orientim dhe mbështetje. Në këtë rast shfrytëzoj rastin që dhe të bëj thirrje që personat e dënuar gjatë luftës në Kosovë, pra të dënuar seksualisht gjatë luftës, të aplikojnë për njohjen e statusit. Today I stand before you as a child of war, the same as any other day, any other event. But today, I stand before you and I see you through the eyes of a child that was once traumatized, silenced, and unheard. But now, as a child who has turned their pain, trauma, and suffering into something that is no longer silent, no longer broken, but wants to be heard. To be someone that is not hidden by the very memory that once broke them, but to be seen regardless of the societal and cultural stigma
that we have here and even outside of here? How do we as a society, as a community, and as a country stop silencing the children and the family members who witnessed such horrific acts during the war in Kosovo? Might I add, right in front of their eyes. Society needs to stop acting as if their eyes were present in that very moment that the one who saw this act was broken, shattered. We must start seeing them through the lens that does not define them only as a victim or as a survivor, but as the gateway to the change for the future that we need.